vazhdimisht në mesazhe të drejtë për drejta që kanë bëjnë me kryesisht me elektoratin edhe me procesin zgjedhor. Nuk kemi pa aq shumë aktiv Bedri Hamzën dorë në zemër. Pastaj problemet brenda zhvillimit, dinamikat brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. I bie që opozita realisht duke u reformuar edhe duke u ndryshuar brenda vetvetiu, natyrisht PDK-ja për shkak të një situate të pazakonshme, me që ka dhe një proces që është jashtë politike që e determinon një lloj zhvillimi brenda PDK-s. I ka krijuar rahatin Kurtit në qeverisje? Unë nuk e shoh ashtu. Unë mendoj që problemi i Kurti është që nuk po mundet me gjetë rahati. Domthonë ky problemi kryesor. Dhe këtu nuk ka faj opozita ose nuk ka pasojë opozitës, mirë po është për shkak mungesës ti me gjetë rahati edhe me numrin e votave që e merr. Pra në çfarë do lloj situate, në muajve të fundit, ai nuk po gjen rahati ta qeveris vendin pasi ka marrë votat. Edhe 51.1, të cilën gjithnjë e ka transmetuar, nuk ka 50, po është 51 dhe nuk ka 51, po 51.1, nuk i dha rahati. Nuk i dha rahati. Prapë se prapë dëshironte që të shtri kontrollën edhe mbi institucione tjera siç është presidenca. Pra, ajo mungesa e rahatisë po ja shton, apetitin për me qenë kontrollues ndaj gjithë skenës institucionale në Kosovë. Pra, ai flet gjithnjë për gjitha pozicionet kryesore në Kosovë që duhet ndrohen. Dhe sa herë duhet ndrohen ato, duhet të vinë njerëz të cilët i përshtaten atij. Opozita asnjëherë, të paktën për PDK-n, nuk i ka shku për shtati zotit Kurti. Ne jemi vetëm një parti e cila nuk kemi bërë asnjëherë as bisedime të koalicionit me të. Pra asnjëherë nuk kemi bërë bisedime. Sepse kemi kuptuar shumë drejt, shumë herët, që qëllimet e tij nuk janë të mira për Kosovën në kuptimin e qeverisjes. Pra ai qeveris për pushtet, nuk qeveris për qytetar. Dhe kjo shihet edhe sot. Pushtetin cilin e ka pas gjithatë pushtet në qeveri, a ka rezultuar me një rritje ekonomike? Jo. A ka rezultuar me ndaljen e çmimeve? Jo. A ka rezultuar me ndaljen e inflacionit? Jo. Pra a ka rezultuar me një sistem arsimor shëndetësor? Çka do? A ka rezultuar me diçka në cilën ti kishe më thonë e morr qeverisjen dhe arriti